Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi së bashku në emisionin Arom Shkodrë. Fillimisht do doja ta nisja me një urim për të gjithë teleshikuesit tanë, për shqiptarët kudo ndodhen, gëzuar 28 nëntorin festën e pavarësisë. Shpresoj që organizimet ju kenë përfshirë dhe tashmë të jeni pjesë jo spektatore e këtyre festave, por shpirtërisht të ndjeni shqiptar abdetar, pse jo dhe patriot në pjesëmarrje në këto festa që janë tepër të rëndësishme për kombin shqiptar. Dhe ne si emision Arom Shkodrë kemi menduar t'i bashkohemi këtyre festave duke trajtuar një temë disi delikate, por që nxjerr mesazhe shumë të mëdha për të gjithë ju e sidomos për rinin, pasi në qendër të vëmendjes sonë është rinia. Por le të prezantojmë të ftuarin që kemi zgjedhur për sot, e patjetër që në një ditë të shënuar si kjo, e kush më mirë se zoti Zamir Llazani do të ishte prezent në emisionin Arom Shkodrë. Për herë të parë ju vini në një transmetim të tillë. Ju kërkojmë ndjes që kjo ftesë nuk ka qenë më herët. Ai vjen në cilësinë e kryetarit të organizatës së veteranëve dhe pasardhësve të luftës antifashiste nacionale shlirimtare. Njëherë është një organizatë që është edhe nderi i kombit. Mirë se erdhën në emisionin Arom Shkodrë. Ju falenderoj për ftesën në këtë studio për me përcjell një bajë retrospektiv këtyre datave të shumë të rëndësishme të historisë të popullit tonë, që kanë bëjnë me ekzistencën dhe suksesin historik të popullit shqiptar, që arriti për me formu shtetin e vetë krahas shteteve dhe popujve tjerë të Ballkanit. Dhe do flasim gjatë emisionit ndoshta dhe duke u zgjeruar duke u ndalur më tepër, fokusimi për të gjithë teleshikuesit, fokusimi në emisionin Arom Shkodrë do të jetë kryesisht dëshmorët e luftës antifashiste nacionale shlirimtare. Mirë po, jo në historinë e plotë të kësaj lufte që është zhvilluar në Shqipëri, por në këndvështrimin rinia. Si qëndron rinia përballë dëshmorëve të Lançit. Morëm shkas për ta ngritur këtë emision, edhe pse mjaft studiot të tjera televizive e trajtojnë, sidomos në ditë të tilla bile kanë kohë që kanë nisur, aq më tepër kanë kulmuar sot në datën 28, por kemi marrë shkas nga një letër që Shteti Amerikan u dërgon çdo nxënësi pavarësisht nacionalitetit në gjuhën e kombit nga ai ka origjinën e vet, ku e fton jo vetëm nxënësin, por edhe prindin e tij të bëhet pjesë e festimeve në nderim të dëshmorëve të Abdheut, dhe jo vetëm thjesht fizikisht, por emocionalisht i nxit ata që t'i respektojnë dëshmorët e Abdheut. Por në Shqipëri nuk është fjala vetëm thjesht ta marrë një letër të tillë apo nuk e marrë një letër të tillë, ftohen, pasi në Shqipëri ne shohim që ka shumë aktivitete dhe shkollat gati janë në konkurrencë se kush e beson më bukur në ato ngjyrat kuqezit të tyre. Megjithatë, le të ndalemi pak te ndërgjegjësimi i rinisë. Sa e kanë dashurinë për Abdheun e për më tepër për dëshmorët e luftës antifashiste nacionale shlirimtare në zemër, sa i respektojnë dhe i vlerësojnë. Unë kam shfrytzuar një vizitë që zoti Zamir Llazani së bashku me anëtarë të tjerë të organizatës së veteranëve kanë zhvilluar në gjimnazin kryesor të qytetit të Shkodrës, 28 nëntori, ku shkuan pranë tyre për të folur jo vetëm thjesht për luftën, ju nisët një bisedë shumë të gjerë të gjatë për fatet e kombit shqiptar që nga krijimet e tij, dhe u ndalet më pas te dëshmorët. Ne patëm rastin që të merrnim dhe disa intervista të rinjve lidhur me vlerësimin dhe respektin që kanë ata për dëshmorët. Ka nga ata që mund të flasin përgjithsisht mirë, lënda e historisë ju ka dhënë disa pikpamje lidhur me luftën se si duhet të qëndrojnë, por kur vjen puna tek respekti që duhet të tregojnë për dëshmorët, aty kanë pikpyetje të shumta. Dhe prandaj emisioni i sotëm dëshiron që t'i rrëzoj disa nga këto pikpyetje, por njëherë është vetëm rinim, por ka dhe shumë qytetarë shkodran, të cilët është për të keq, po ndodhen në një dilemë shumë të madhe të qëndrimit që duhet të mbajnë ndaj dëshmorëve të Abdheut. Le të ndjekim këtë reportazh dhe do rikthehemi në studio për të vijuar më pas jo vetëm thjesht në bisedën tonë, por dhe opinionet të personaliteteve lidhur me një pyetje. A duhen vlerësuar dhe respektuar dëshmorët e Lançit? Ndjekim reportazhin.
E ndërsa institucionet arsimore, pothuajse në të gjithë Shqipërinë, vishen me ngjyrën e kuqe dhe festime shoqërohen me programe të larmishme artistike, në paradoks me këtë qëndron vetë qëndrimi emocional dhe formimi që kanë të rinjtë sot në lidhje me luftën antifashiste nacional-shërimtare. Fëmijët janë shkput disi nga problemet na duhet për me ja kujtu dhe me ja rikujtu të identitetit tonë. Nuk duam t'ju hym pyetjeve të tilla që mund t'i vendosin në siklet, si për shembull, a njihni ndonjë dëshmor të rënd të kësaj lufte, por që ka shkodrën vendindje, ose a njihni heroizmat e tyre të tjerë. Në parim ata janë dakord se dëshmorët duhen vlerësuar dhe nderuar. A duhen vlerësuar dëshmorët e luftës antifashiste nacional-shërimtare? Po, unë them që duhen vlerësuar shumë, pavarësisht tyre dyshimeve që kena për propagandës komuniste që kanë pas, unë mendoj që janë burra që kanë luftuar për dhën parimisht, prandaj për kauzën komuniste ose kauza të tjera që mund të kenë luftuar atko. Prandaj mendoj që duhet vlerësohen. Patjetër që duhen vlerësuar. Mendoj se tek e fundit janë individ cilët kanë dhënë kontribut për atë tonë, për kombin tonë, dhe deri diku duhet jemi mirënjohës që sot ne jetojmë në shtetin shqiptar, në një shtet të pavarur dhe luftës që kanë zhvilluar ata, një shtet të çliruar, më mirë themi. Kuptohet që ndodhemi në gjimnazin 28 nëntorit deri kombit dhe niveli i mirë i nxënësve të intervistuar konstatohet lehtë. Atko është vu në kontekstin si kur këto burra po luftojnë jo vetëm për atë dhënë, por në njëjtën kohë për komunizmin, për një ideologji më të madhe. Por në fakt tesh që e kena perspektivën e kohës e shohim kështu, në fakt ato njerëz ishin që po luftoshin për atë dhënë e tyne, edhe kuptohet që ishin paksa familiarizuar me ideologjinë e kështu, por kryesisht ishin për Shqipërinë, me hikarmikun. Brezat para viteve 90, çdo 28-29 nëntor zhvillonin homazhe në varrezat e dëshmorëve, ose vendosen një buqet pranë buseve të tyre në qytet që sot pothuajse janë zhdukur krejtësisht. Ka qëllu me herë të shkosh te varrezat e dëshmorëve? Një herë vetëm. M'duket si herë po, me thënë drejtën nuk e mbaj mend. Nuk e mbaj mend. Ka kaluar shumë kohë. Ka kaluar kohë. I bëra një pyetje atij djalit, ai tha një herë po datë një herë se kujtoj. Po ti vet? Ke qenë ndonjëherë qef një herë të vetme te dëshmorët? Unë nuk kam qenë, unë zakonisht mund të them që pjesën më të madhe të informacionit madje rreth kësaj çështje mund ta ke marrë përmes gjyshërve, pasi ato historitë të cilat më tregonin vazhdimisht, domethënë kishin lidhje pikërisht me historitë e luftës, gjyshja ime ka lindur pikërisht në vitet e fundit të luftës dhe për të ishte mbase një moment shumë i rëndësishëm, sepse ajo po përcjellte historitë që vinin direkt nga prindrit e saj, po më përcjellte pastaj edhe mua, dhe besoj se ajo ka qenë ndoshta pjesa ku kam patur mundësinë të qasem më tepër me pjesën e ngjarjeve dhe ndodhive që mund të kenë ndodhur gjatë kësaj periudhe. Por nëse përpiqesh më shumë të nxjerrësh të vërtetën nga nxënësi që qëndrojnë në radhët më pas, me gjysmë përgjigje e kupton të vërtetën. Pse janë konfuz rinia sot për të vlerësuar dëshmorët? Thjesht janë indiferent apo thjesht nga mënyra se si trajtohet dhe si ka futur hundët politika shqiptare, nuk din të pozicionohen? Me thonë të drejtën, libri i historisë, sidomos ai viti 2 që merret me historinë e Shqipërisë, ka shumë mangësi. Ne jena mundu me marrë më të mirin nga botimet që na jepen, por ka shumë mangësi. Unë jam një mësuese historie të gati në prag pensionit që kam kam kenë edhe periudhës më përparshme edhe në këtë periudhë. Është një punë shumë e madhe sepse për shembull zotnia tha Ahmet Zogu tradhtoi etj. Na ashtu e kena mësuar në kohën e dikurshme. Por as në libra nuk jepet një figurë e qartë dhe duhet m'ju shpjegu fëmijëve se ky person ka kenë me të mirat dhe me të ligat e tij. Fundit është ky që krijoi shtetin shqiptar. I pari që ka kriju si shtet të mirëfillt shqiptar. Pra na nuk mundena me libri nuk i ka shumë të qarta. Po dëshmorët e luftës antifashiste trajtohen? Nuk trajtohen shumë pak. Lufta nacionale shqiptare trajtohet me një mësim e gjys. Vetëm me një mësim në të gjithë 3 vitet gjimnaz. Në vitin e dytë, se në vit parë nuk kena, edhe në vit e tretë shumë pak, sepse në vit tretë është e përmbledhur dhe është me zgjedhjeve çkush e ka qef me marr historinë, po viti i dytë që është baza për me marr pjesën e historisë Shqipërisë nuk ka shumë sqaruar. Ose më thënë është bajagea na shkaluar. Dhe nuk është as pak faji i tyre. Informacioni ju ka munguar, bile edhe organizimi, po ashtu edhe ushqimi emocional në këtë drejtim. Si parantezë, sjellim një njoftim.
ku shteti Amerikan, para fesës së nderimit të dëshmorëve të Adheut, i dërgon çdo nxënësi të çdo shkolle, të çdo nacionaliteti në gjuhën e nënës së tij. Këtë ftesë për kujtese, nëse do e quanim kështu, ku në tekstin e saj shkëpusim. Faleminderit, guximi, sakrifica dhe angazhimi juaj për të mbrojtur liritë tona u bëjnë të mundur studentëve tanë të mësojnë, të rriten dhe të ndërrojnë me siguri dhe mundësi. I inkurajojmë të gjithë ne që të gjejmë një moment sot për t'ju drejtuar personalisht veteranëve në jetën tonë. Një mesazh telefonat, mesazh ose bisede thjesht mund të ketë shumë rëndësi. Po në Shqipëri, kjo as mund të imagjinoj dhe për këtë nuk e kanë fajin as pak të rinjt. Ju jeni drita jonë, shpirti jonë. Jeni fëmit edhe nipat tonë që na garantoni vazhdueshmërinë e ekzistencës të popullit tonë edhe të shtetit tonë. E për këtë ne jena shumë të lumnum me ju. Takimet e drejt për drejta me personalitete apo organizata, siç ishte ajo e veteranëve dhe pasardhësve të tyre, nxiten nga stafi dhe drejtuesi e kësaj shkolle, gjë për të cilën duhen përgëzuar. Bisedat të tilla janë më se të domosdoshme të bëhen me të rinjt. Megjithëse ishte komi më i vogël edhe më i vorthën në Europës, u tradhtu nga klasa vetë politike, nga mreti, kryetari i shtetit. Edhe e dyta, u abandonu nga fuqitë e KOS. Shqipnia në atë kohë ishte shteti i lidhjes kombëve. Të rinj duan dëshmi konkrete, duan t'ju flitet vazhdimisht për historinë e dëshmorëve të Adheut, sepse respekti e vlerësimi ndaj tyre nuk ndodh automatikisht. A mund ta përftoroni që të ketë një shembull një 19 vjeçar me kënë aq i qartë, me kënë aq patriot, me kënë aq trim, edhe në asnjë rrethan, në asnjë mundësi me lanë 10 rreshta, është dokument që ruhet në muze, të shkruar me gjakun e trupit. Me një besim të patundur në fitoren kundër nazifashizmit, një besim të patundur në ekzistencën edhe rrujtjen e shtetit edhe të popullit shqiptar. E ka pjellë kjo shkodër. Manusha Limanin e me dhetra dëshmor e heroj që u investonin me gjithë çka, me punë, me gjak, me pare, pa lyp kërgjan, pa lyp asnjë benefic. Aty ku qëllon që mësuesit e historisë janë të përkushtuar për institucionin në shfaq që i ka, e po kështu edhe për nxënësit. Mësojmë njërisi në gjimnazin 28 nëntori, prej 3 vitesh është shtuar një listë me heronjtë të Adheut të periudhës së Lançit që kanë qenë nxënësit e saj. Ka pas një periudhë kohet që janë anashkalu pjesa e periudhës së luftës nacionale qërimtare. Na në gjimnazin tonë kena shumë djemë të cilët kanë dhënë jetën, përveç se ato që kanë luftu dhe kanë vazhdu me jetu mrapa për me dhënë kontributin e tyne për Shqipërinë, na kena shumë heroj të cilët kanë luftu dhe kanë ra për Shqipërinë gjatë luftës nacionale qërimtare. Njerëz të djemë se vajza nuk ka pas gjimnazi, djemë të cilët janë përjashtu disa herë nga radhët e gjimnazit për idejtë e tyne për kohën komuniste ose revolucionare, ma mirë me e thanë, sepse edhe ata vetë, kur e kanë kriju, ose kur janë kriju, kanë menu për një jetë shumë më të mirë se sa jo që kishin pas dherë në atë kohë. Sepse edhe kështu u kriju, më thanë në fillesat e luftës, edhe propaganda që u ba, edhe ajo që u kalu rinis ishte që na do të bëjmë një jetë më të mirë më vonë, na do shlirona për prioritet shlirimi Adheut, heqja e fashistave, nazistave, edhe mandej një jetë më mirë. Për këtë ideal, këto djemë kanë luftu deri në momentin e fundit të jetës së tyre. A ka mundësi të lexoni emrat e tyre? Po tjetër, na kena shumë prej tyre, po unë jam të ju thënë Qemal Stafa. I cili gjimnazist këtu. Gjimnazist këtu që në
Në kohën e gjimnazit është kriju edhe si antar mandajnan i Partisë Komuniste dhe ka vazhdu më vonë, i cili ka ardhë nga kolegji Samberian, pra a hek nga pjesa e asaj që nuk ka ken laike dhe ka ardhë në gjimnazin laik. Kena Branko Kadin, kena Vojo Kushin, kena, pra thame që masta, Emin Durakun, Nazmir Ushitin, kena Noc Mazin, dhe të tjertë, unë po i lexoj, po ndoshta nuk janë as njoftun, po i të që i njofin që të gjithë. Kanë kënë Ali Laçen që ka vazhduar. Sa kohë ka që është vendosur kjo? Kjo ka 3 vjet që është vendosur, pra e kena vendosur me para 3 viteve kjo s'ka nuk ka kënë asistent. Na kena pas vetëm librin, e kena librin këto, Herojt dhe Lavdia Gjimnazit Shkodrës, vetëm këtë dhe një pjesë të Vasil Shantos, edhe ai ka kënë pjesë e pastaj keni gjetur të gjitha këto informacione dhe kena gjetur në arkivin e shkollës. Se na kena një arkiv shumë pasën, dhe kena gjetë pa. Këtu ka një rregullore ose një urdhënesë për përjashtimin e të gjithë atyne konviktorëve të cilët i kanë kundërshtu ose kanë hi në grevë për kundër ideve që kishin për fashizmin, sepse sapo ishte fut fashizmi. Gjithashtu kena një qarkore për drejtorinë e shkollës për mi nxjerr këto njerëz nga shkolla. Pra gjithmonë në kundërshtim me pjesën tjetër. E kena vendosur sepse na nuk mund ta mohojmë një periudhë 4 vjeçare të paktën që është lufta, 5 vjeçare që është lufta, ku këto djemë të ri edhe vajza të cilët nuk kanë kënë pjesë e gjimnazit tonë, por të djemë të ri kanë pas një ideal në jetën e tyne, për të cilin ata kanë dhënë jetën që ka kënë shlirimi Shqipënisë dhe një jetë ma mirë mas shlirimi. Vorbulla politike, qëndrimet anti-shqiptare, duke se do të majmë peng edhe vetrinin, e jo vetëm për një periudhë të historisë së kombit tonë, por në akuzat dhe kundra akuzat e gjoja një historie që duhet rishkruar, e gjitha kjo është në dëm të identitetit tonë kombëtar. Ky pra ishte reportazhi që ne kishim përgatitur, një mendim të përgjithshëm para se të kalojmë në një analizë, zoti Llazani. Respektimi, ndërimi i dëshmorëve të Kombit të Vllazut është një detyrë hyjnore. Në qoftë se dona për në respektu vetveten, dona me respektu vendin ton edhe popullin ton, ky respekt nuk ka kuptim pa dëshmorët edhe martirët e vet. Janë ata dëshmorë, janë ata martirët që kanë pagu gjithçka për ekzistencën edhe vazhdimsinë tonë. Këto përpjekje mund të ndodhin, edhe kena përbërç. Ata që kanë kënë paramesh e kanë bëha detyrën e tyne, e kena përbërç edhe na. Por e kena përbërç me u la në manet edhe atyne që do të vinë mës nesh. Edhe deshta me thanë këte, mund të bajmë përpjekje, por nuk arrim për mu realizu edhe me fitu. Ashtë mrekulli, në qoftë se përpjekjet e atyne që kanë kënë paranesh, kanë arrit edhe me bërë realizim. Ne do flasim për këto, bile do donim edhe për këshirin e gjithë të rishikues e shembull konkret, sepse kur kemi shembull dhe modelin përpara se çfarë ka ndodhur, ndoshta edhe me emra konkret të herojve, besojmë që mund të ndikojmë direkt tek mënyra se si mendojmë, mënyra se si vlerëson rinia, por jemi edhe për gjithë qytetarët shkodran. Nëse ju e dhatë këtë vlerësim që në fillim, çfarë vlerësimi japin palët politike dhe organizatat e ndryshme në qytetin e Shkodrës dhe jo vetëm? E të ndjekim opinione ku jemi kujdesur që nga të gjitha palët përgjithsisht të kemi opinionet e tyre, vlerësimet, pra pyetja shtrohet e njëjtë. A duhet vlerësuar dhe respektuar dëshmorët e Lançit? Ndjekim opinionet dhe rikthehemi më pas në studio. Për të folur në lidhje me këtë temë, duhet flasë historia, duhet flasin historianët, sepse ato dinë më mirë të përkufizojnë ata që kanë studiuar historinë, në fakt. Unë mendoj se historia duhet jetë më e qartë edhe të tregoj të vërtetën.
dëshmorët e luftës antifashiste nacionale qërimtare, fillimisht duhet të sqarohet për çfarë kanë luftuar, kë kanë pasur armik, kanë luftuar në të mirën e vendit apo kanë luftuar për të marrë pushtetin. Këtë duhet të qartësoj historia që pastaj edhe t'japim një përgjigje konkrete sa duhet nderuar, por sigurisht nuk mund të vëmë në të njëjtin vlerësim, në të njëjtin nivel vlerësimi, në të njëjtin nivel nderimi, ata që u pushkatuan dhe ata që urdhëruan pushkatimin. Këtë mund them thjesht sqarimi i historisë dhe për të ditur nëse e vërtet dëshmorët e luftës antifashiste nacional qërimtare të luftës së dytë botërore luftuan për vete, për pushtetin e tyre, apo luftuan realisht për Shqipërinë dhe të mirën e Shqipërisë. Çfarë do të bëjmë në këtë periudhë që historianët vënojnë të flasin? Rinia duhet thjesht të kërkojë më shumë që historia të zbardhe, të shfaqet vërtetën dhe të kuptohet vërtet se çfarë ka ndodhur dhe si mund të përkufizohen këta dëshmor, çfarë kanë bërë, çfarë i kanë dhënë vendit dhe siç e ceka pak më përpara, luftuan për vendin apo luftuan për pushtetin e tyre. Si qytetare, si shqiptare, si vajzë veterani, asë që e mendoj se mund të ndodhë në fakt. Kultura e çdo populli fillon te për ulja të rëndëve. Aty ku zërrojnë liria, qetësia, paqja që gëzojnë. Pa atë luftë nacionale qërimtare, unë nuk e di se si mund të ishte ardhmja popullit tonë. Ndaj ne i për ulemi çdo jetë të dhënë, për atë theon, për popullin shqiptar, për kombin shqiptar. I kam nderuar gjithmonë, na kanë mësuar prindërit dhe mësuesit, dhe do të vazhdoj të përulem sa të kemi jetë, duke i falenderuar për jetën që dhanë, për paqen që na siguruan, për lirinë dhe jetën që gëzojnë. Gjithmonë e kam patur bindje që ti je dëshmor, do të thotë të japësh jetën për atë dhënë, për një çështje kombëtare. Ndaj ajo që i përbashkon të gjithë të rënët për këtë vend është dashuria dhe motivi për ta mbrojtur çështjen kombëtare. Gjithë secili nga këndvështrimi i vet. Unë them për luftën nacionale qërimtare sepse ajo që një luftë e drejtë për të zbuar pushtuesit. Sektoret e tjerë që janë përfshirë në luftë dhe rrymat e tjera, unë i respektoj sot dhe edhe me këtë pozicion që kam për çdo përvjetor, së bashku me kolektimi, i vendosim lule korora edhe i përulemi jetës të dhënë për çështjen kombëtare. Vllavrasja është e denueshme. Tradhtia ndaj adhëtarit tanë gjithashtu është e denueshme. Por ne vuajmë si popull për argumentimin e çështjes, e të drejtës, e kush ka të drejtë. Ndaj me këtë duhet marrën e vetëm historianët. Politika duhet rri sa më larg kësaj tematike. Dhe historia ka një kleç të vetën, nuk bëhet aty për atë. Nuk bëhet kur gjakrat janë nxehtë, nuk bëhet kur autorët janë ende aktiv në jetën sociale dhe politike. Historia shkruhet pas shumë vitesh, moshta edhe një shekulli, kur të gjithë aktorët dhe faktor aktiv në këtë histori nuk janë më të qëndësishëm. Ato kanë të drejtën e vetë lënë gjurmë, me shkrime, me dokumentacione, me teoritë e tyre, ashtu siç ato e kanë parë, por në fund të fundit vulen për të vërtetën historike të këtij vendi duhet ta vënë vetëm historianët. Pra vlerësimi i jonë është që për të vlerësuar dëshmorët e luftës nacionale qërimtare, për të vlerësuar, për pasur respekt për ta se kanë dhënë jetën. Atëherë, që ndodhi më mbrapa, që u instalu më mbrapa temë tjetër, që u përket historianëve për me shkru. Atëherë pase u masakru njerëzit që kishin punuar në jetë të tonë dhe ju morën orën dhe e vranë, ku janë 6300 të vranë gjithsej. Që edhe sot e kësa dite nuk janë gjithë eshnat. Pa kja temë tjetër, pra që i përket historianëve për të shkruar historinë si që është realiteti. Unë ditë them këte
Pra se di dhe për i burgut atje se kam dhejnë me djallin e Abbas Kupit, si Afat Barkupi. Pra Abbas Kupi ka kënë major i meritit zokë dhe me forcat e tia e ka prit në portin e Durrësit me luft okupatorin. Atëherë muju në Sinaku ka kapter i Abbas Kupit, që është hero dhe me drejta hero se ka rarë në kryp detyrës. Pra dhe më thonë në jena për vlerësimin. Dhe kja ka pas një të mirë se o njoft me edhe na si gjithë bota me kundra boshës se skeqe si u qytë atëherë Rom, Berlin, Tokyo. Tashi unë duhet të me siguri, me 100%, Turqia ka kënë vend neutral, pa nuk ka marrë pjesë në luftë. Atëherë në përfundim të luftës, 2-3 muaj pa përfundon lufta, u rështu dhaja me fitusit, se kanë pas interesa mbrapa masënë, që kanë pas nëjma që janë dhanë. Atëherë dhe shteti jonë, duke kënë shteti vogël, ka pas rrezik masënë pa marrë pjesë, që edhe mos atu më bënë copa mjë dhe shteteve tjera. Dhe kja ka kënë një arritje për në kodhen, si shteti vogël, për kënë kënë të rështu bashkë me forca tjera, ku nga boshtit skeqes. Dakor. Në luftën antifashiste nacionale shqiptare ne kemi pasur edhe vllavrasjen e të ndryshe. Përmend këtu ballin kombëtar, legalitetin apo rasti historisë së Prekcalit ku vranë 37 partizanë. Po. Tani ne kë kemi dëshmor në këto vllavrasje? Pra si duhet të shikojmë këto situata sepse këto futin dilemat dhe konfuzionin e madh, sidomos tek të rinj, të cilët e kanë distancën goxha të madhe nga lufta. Por kjo vlen edhe për qytetarët shkodranë e pse jo dhe ata shqiptarë. Patjetër. Në momentin që ti vlerëson dëshmorët e Abdeu, quhesh komunist. Pra i vjen dhe etiketime të tilla. Pra le të flasim për legalitetin, ballin kombëtar apo rasti Prekcalit. Kush është dëshmori në këto vllavrasje? Shisa tash, kja nërshaj kja punë, se Enver Hoxha nërshaj që është në konferencën e Mugjes që trahtoi aleancën që bani mes ballit kombëtar, legalitetit, gjithë partive tjera. Pra dhe më thonë, kur ke pluralizë më gjatë mirë, se t'jemë në kundër mendimit tuj. Po, unë e argumentoj me bindjet e mija, por ju, kur keni drejt, do t'i vitë drejtës edhe konferenca Mugjes, që një trahti që i bani Enver Hoxha gjithë partive të tjera. Atëherë, ta luftun gjithë e cili për veti të mbështetën dhe nga fuqit të mëdha për shembull legaliteti ka pas mbështetje nëpërmjet oficerëve anglez, kurse balli kombëtar ka pas mbështetje për shembull nga oficerat gjerman. Më thash, pra domethënë ka kënë kja. Por kja ka kënë si luftë kush marrin pushtetin. Dhe ka pas edhe një njësi se ai Qelo Hoxha ato morë me këta studime dhe bën mirë ta kesh një takim edhe me të ta merrish në intervistë si puna jeme, që t'japin edhe ajo opinionin e tij, se ai ato i studiu pra krimet komuniste që është në atë kohë. Po unë thëmë për shembull, Prekcali ka kënë kundër idesë dhe dëshmarëshi të instalimit të komunizmit në vend tonë. Dhe matë grupë që kanë kënë kundër ka luftu dhe janë vrarë nga pjesa Prekcalit, janë vrarë dhe nga krahët tjetër. Prekcali e një figurë e njoftën qysh për para, që janë figurë kombëtare, dhe i takon me kënë dëshmori atë dhëtë, se ka pështu vërmoshin, pa i ka du malit zi, pra ka mullet mallet. Partizanët të vranë çfarë? Dhe partizanët janë dëshmorë për idealin e tëne, dhe këtëne ju takon me kënë dëshmorë në idealin e ti. Këta tash ju përket historianëve, me thonë drejten, që me analizu që me studimet thella që bojnë ata, që me thonë të drejtë, që me kënë 2 apalë, apo 3 apalë dëshmorë të dhëtë, apo me kënë 1 apalë dëshmorë i atë dhëtë, si ta shohin ata. Që ka vitin 90 deri tani, ka kaluar 35 vite. A është e faqshme që nuk është përcaktuar ende dhe burimi i konfuzionit vjen nga kjo? Edhe burimi i konfuzionit vjen nga kjo, se çanoll tash politika jonë, si politika mrapsht që është, pra hala nuk është të caktuar me data se kur është lirimi i atë dhëtë, a 28, a 29. Kur unë kisha thonë, kret, drejt
që është kërët e zhjilshme, të lojnë datën 17 anor, që është liru Kryqëteti. U shliruar Kryqëteti, është shliru gjithë vëndi. E Gjermani ka kënë kalimtar në vend tonë, s'ka pas punë, ka pas tjetër që ka pas punë me Grekon, me Italianit, që i dolin nga rreshti. Atëherë, tash unë po të thëmë një diçka si punë kuriozitetit dhe si punë barsoletet, pas që është realitet. Safi Anuzi, ish kryetari i shoqatës, që ka kënë paramet, një pas, që ka vdek, Zia Regja, ish zëvëndës ministër i tregtisë, që ka banja 15 vite burg, shumë burrinërshëm, shumë me karakter, pjesëtar i luftës nacionale shqiptare, pra, bashkë me Cafin. Dhe pyet Cafin në zyrët shoqatës ku jena. Dhe i thot, Zja, i thot, ti partizan, unë partizan. Kur është liru Shqipnia, thot, Caf, thot, kam kënë, thot, në përmak të prefekturës, pra këto ku jena na, kur kam pa që Gjermani i fundit ka kalu me datën 28. Atëherë, kur më rrini në Malzi atje, u kujtu se kishte harru qadrën. Dhe u këthy për me marrë qadrën. Dhe kështu që ka kalu me datën 29. Atëherë Cafi, si enciklopedi që i ishte, i thët, Zja i thët, mas luftet të një Gjerman kërkaj strehim politik. Ku stërhuthet në Dugazin, dhe ka nëjtë dhe në vitin 1960. Atër në vitin 1960, u rria të dësu dhe shkoj në Gjermani. Atër si mas të jetë, Gjermani fundit ka ikë 1960. Kjo ishte pjesë e vërtet, pa ma shumë dhe për humor, që jam banë biset, që jam kënë në present, sa ta të dy sjetojnë, kanë kënë burrat nërshëm, pra ka marë edhe dëmë shpërblim Cafi pra se ishi i burgosën, merte edhe si veteran i luft një pension pra posaçëm si veteran luftet. Ashtu dhe ai pra dhe më thanë që kja ka rrit puna që Enver Hoxha në atë kohë, futi edhe njërë se vetë në përburgje që kanë luftu, kanë ba që kanë kënë shokët e ti të mushtë. Disa i eliminoj që ishin kandidat për marrje pushtetit, atër mendimin e Jugoslavëve erdhin pushtet, që e voni Miladin Popovici, Dušan Gosha të tjerë. Lufta antifashiste nacionale shqiptare e popullit shqiptar është një nga epopet më të lëvdishme të historisë të popullit. Shqipëria, shqiptarët, gjatë gjithë 2000 vjeçarit fund kanë pas disa ngjarje të jashtëzakonshme, edhe fitimtare, duke filluar nga epoka e ndërritur e Skënderbeut, periudha e rilinjës kombëtare, shpallja e pavarësisë me 1912 me 28 nëntor, dhe e fundit është lufta qërimtare e vitit 29 nëntorit 44. Por të gjitha këto epoka, përjashtuar epoka e Skënderbeut, të gjitha këto kanë qenë kalimtare provizore që nuk kanë arrit fitoren që duhet. Në 1912 vërtet u shpall, u ngrit flamuri dhe u shpall pavarësia e Shqipërisë, por bota Evropa në acceptoi pjesë duke në lanë 1/3 e territoreve të rojeve tona. Dhe pavarësia saj ishte u lukund nga vitet mrapa nga racioni mëneshëm dhe jashtë. Nësa epopeja e luftës nacionale shqiptare përfundoi me sukses, vazhdoi ndërtimi i Shqipërisë moderne, janë dy epoka të cilat bashkangjiten njëra tjetrës. Në luftën nacionale shqiptare, rolin determinant kryesor e kishte populli, se ai mbushi radhët e ushtrisë partizane që nga moshat më të reja e deri ke pleqt. Njerëzit sidomos baza e luftës ishte fshati, pa përjashtu dhe qyteti. Por një rol të jashtëzakonshëm lozi Partia Komuniste e Shqipërisë, e cila ishte organizatore e luftës nacionale shqiptare, edhe qoi atë në sukses në fitore me 29 nëntor. Lufta antifashiste nacionale shqiptare e popullit shqiptar e viteve 39-44 është epopeja më e lëvdishme e historisë tonë. Duke filluar nga periudha e Skënderbeut, rilinja kombëtare, shpallja e pavarësisë, shërimja të dhëut me 29 nëntor 44,
dhe shlirimi i Kosovës në 99 janë kolonat mbi të cilët mbështetet historia e kombit tonë, historia e vjetër dhe moderne. Lufta nacionale shqiptare thash është epopeja më e lëvdishme sepse ajo pati një fitore të plot dhe arriti rezultate të pamenuara njëherë në historinë tonë. Meritat e asaj lufte janë të popullit, i cili mushi radhët e partizanëve në luftë kundër nazifashizmit. Por një merit të jashtëzakonshme kishte Partia Komuniste dhe udhëheci i kësaj partie edhe i gjithë luftës nacionale shqiptare Enver Hoxha. Sigurisht kjo luftë ka veçoritë e veta që dallojnë nga shumë shtete të tjera të luftës dytë botërore. Shumë shtete e vene e popujt të tjerë u bashkuan me qeveritë, me aleancën e madhe si që u bashkuam edhe ne, por patën edhe ndihmën e ushtrive të huaja në çlimin e vendit, qoftë nga perëndimi, qoftë nga linja. Lufta nacionale shqiptare e popullit shqiptar u bë thjesht me forcat e veta. Kjo luftë nisi qysh në 39 kur erdhi pushtimi fashist për të kororzuar me krimin e Partisë Komuniste, për të inauguruar në Pezë me 16 shtator 42 ku kriju Këshilli Nacional Shqiptar, Fronti Nacional Shqiptar, ku përfshiheshin gjithë shtresat, klasat e shtresat e popullsisë, nacionalista, shtresat e mesme, klasa punëtore, fshatarësia, rinia, shkollare e tjerë. Në konferencën e Pezës sigurisht nuk erdhën gjithë nacionalistët, por disa erdhën, që nga Haxhi Lleshi, Muslim Peza, Baba Faje Martaneshi e të tjerë, por pati edhe nga nacionalistët të tjerë, të cilët pritën se çfarë do të ndodhte, siç kanë vepruar gjithmonë nacionalistët që ishin vënë në shërbim të vendeve të huaja që nga koha e Turqisë e deri në ditët e sotme. Shqipëria u sqaru 29 nëntor dhe ushtria nacionale shqiptare marri pjesë edhe në shtirimin e tokave të Jugosllavisë e kryesisht të tokave të shqiptarëve të Kosovës. Në radhët e ushtrisë partizane numëroshin mbi 75.000 luftëtarë. Pjesat dërmuese e tyre ishin 3 të moshës 20-25 vjeç. Por nuk përjashtoshin edhe të moshuar, sidomos nga fshati. Mos harrojmë se në radhët e ushtrisë partizane të ushtrisë nacionale shqiptare marrën pjesë mbi 6500 femra, vajza e gra. Me dhjetra dëshmore e heroina të kësaj lufte janë nga radhët e gruas e të vajzave shqiptare. Kjo ishte një traditë e hershme, nuk e shpiku as Partia Komuniste, as lufta nacionale shqiptare, por e kishte shpikur ose kishte praktikuar populli që në kohët më të lashta, po themi që nga Nora Kelmenit, Tring Smajli, Gjela e Oroshit, perakut Mirditës, pjesë e zonës Mirditës, edhe përfshi edhe Shodë Galicën, që dorin luftuan për liri e pavarësi të popullit. Lufta nacionale shqiptare pati dëshmorët e saj, të vrarë në luftime sipër, të përshkatuar nga pushtuesit, të vdekur për kampe internimi, janë 28.110 dëshmorë, pa shënuar këtu dëshmorët e rilindjes, të pavarësisë, e të pas luftës që u vranë nga bandat e reaksionit që mbetën në Shqipëri pas hikjes pushtuesit, pas largimit të pushtuesit. Janë gjithë këto arsye, vendi ynë, duke qenë në aleancë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, Rusinë dhe Anglinë në luftën e dytë botërore, dole fitimtar, nuk është puna se vetëm shliroi vendin, por i siguroi Shqipërisë një pavarësi të plot, njëri të plot, në qoftë se Shqipëria s'do të kishte marrë pjesë në këtë luftë e të jepte kontributin e saj, nuk ishte e çuditshme që mas luftës të coptohej midis fqinjve që e kërkoshin me këmbgulje. Një shembull krahasues më themi. Shqipëria e pushtuar nga italianët në vitin 1920 kishte qeverinë e saj Quislinge dhe formalisht mori pjesë bashkë me pushtuesin italian në sulmin kundër Greqisë. Që nga ajo vit 1940 e sot, Greqia edhe sot që është antare BE-s e ne po shkojmë, mban në fuqi ligjin e luftës të Shqipërisë kundër Greqisë, ku ne ishim të pushtuar dhe ligjet i bante pushtuesi nuk i bante popullit shqiptar. Nëse ne nuk do të merreshim, nuk do të angazhoheshim në luftë kundër nazifashizmit, me siguri do të ishim coptuar midis shtetet e tjera të Ballkanit.
Kjo është edhe vendimi i Jaltës i fuqive të mëdha të aleancës botërore, ku thuhet e shënohet që shtetet e vendet që bashkëpunojnë me fashizmin do të çoptohen, do të ndahen midis vendet e tjera fituese të luftës së dytë botërore. Dëshmorët e atë dheut, jo vetëm të luftës, po edhe të para luftës edhe të mos luftës, janë krenaria dhe lavdia e komit. Ata duhen respektuar në maksimum dhe respekti i tyre nuk shprehet vetëm me fjalë e me një kuror që mund vihet në ditë përkujtimore të festave, por shprehet me veprimtari konkrete në rritjen e kujtesës për këtë dëshmorë, në respektimin e tyre, në mirëmbajtjen e varrezave, të lapidarëve, të monumenteve, të busteve, të basoreliefeve që i kushtojnë ngjarjet e luftës dhe dëshmorëve të atë dheut. Ku jemi ne me këtë? Sigurisht nuk jemi në shkallën e duhur, sidomos mas 90-s, çështja e luftës nacionale shqiptare e dëshmorëve të saj u vënë pikpyetje ose hyri në diskutim në publik, dhe këtë diskutim e ngjallën ish ballisët, zgjogisët, kolaboracionistët që bashkëpunon me pushtuesin italo-gjerman. Ringjallja nga këta njerëz, nga këta tradhtarë të kombit, u bë sepse politikanët e ardhën pushtet me Berishën, si Partitë Demokratike e më vonë edhe me Partinë Socialiste, të Edi Ramish me shok, mbajtën qëndrim jo vetëm indiferent, po edhe kundër luftës, e kundër dëshmorëve të luftës. Për shembull, Sali Berisha në Paris deklaronte se ne nuk kemi më tepër se 4500 dëshmorë, pra është gënjur sipas tij në konferencën e paqes kur u raportoi 28.000 dëshmorë, aq sa kilometra ka Shqipëria. Ma vonë ballisët e ulin këtë shifër e çojnë 2500 deri në 3000. Ka dhe ballisa sot të ballit kombëtar të Qele Hoxhës, janë të Institutit të Studimeve të Krimit, Komunizmit e të tjerë, të tufës me shokë që thonë s'ka dëshmorë ka pas balli. Sigurisht balli ka pas dëshmorë në favor të fashizmit. Asnjë dëshmorë nga balli kombëtar nuk mund ta gjejë sot në Shqipëri përveç ata që janë vrarë nga partizanët, kur këta ishin në rreshtet me italianët ose me gjermanët. Ne dim fort mirë dhe gjithë dokumentat janë të precizuara, bashkëpunimi i ballit kombëtar, i cili u kryu në 42 si parti, një vit mas konferencës së Pezës, dhe pastaj bashkëpunoi me gjermanët, me italianët, me fashistët, dhe sot bashkon përsëri me reaksionarët tanë që i kemi anti-shqiptarë, që i kemi majtës e djathas, qoftë komshi, qoftë edhe në largësi. Është një gjë interesante për popullin tonë, për vendin tonë, se çfarë ndodh. Shumë shpejt, në rreth viteve 1800, Ismail Qemali shkon nga Turqia që ishte në punës i shtetit të Stambollit, shkon në Francë dhe merr pjesë në një konvent ose parlamente të Francës, kur kryeministri ishte Clemenceau. Dalin nga mbledhja solene ku foli Ismail Qemali dhe në një lokal ku hëngën darkën, Clemenceau kryeministri i shoqëronte edhe Victor Hugo, shkrimtari i madh francez, e pyet Ismail Qemalin. Zoti Ismaili thot, ju e diki mirë, thot, historinë e Francës, nëse ne dim pak për Shqipërinë. Dhe përgjigja e Ismail Qemalit ishte, po thot, ju francezët merrni baltën, e gatuni mirë dhe e bani heroj. I bani heroj, bani dëshmorë. Ne i kemi dëshmorë, dëshmorët dhe herojt, por i kthemi hedhim në baltë. Kjo është fatkeqësia jonë, dhe këtë na ka imponuar gjithë një kundërshtari, duke filluar nga romakët me atë teorinë e përçarjes, divida impera përçarjes ndo. Këtë na kanë zbatuar turqit, këtë na kanë zbatuar gjithë komshit që na kanë pushtuar ose kanë kaluar për kryeën tonë, duke na përçar sot më tepër se kur na përçajnë, edhe duan tani që dalin ballisat, të dalin kryet vendit, të thonë që ne luftuam për popullin, në fakt s'kanë luftuar asnjë ditë përveç se kanë bashkëpunuar me fashizmin, nazifashizmin. Tani përse dalin këta bitë e ballisët të djeshëm? Sepse ballisët e vjetër janë varros në të njëjtin varr me fashizmin, siç thotë edhe Noli. Por dalin bitë e tyre për rregulluar biografinë, sepse biografia e tyre historikisht e klasave të para të epërme sunduese
që nga Perëndëria turke e deri më sot nuk kanë dhënë asnjë kontribut për vendin e tyre. Nuk flasin për individ, intelektual, shkrimtar, filozof, këndar, por si klasë borgjeze, ose mikroborgjeze, ose feudale, berektare, tregtare, që kemi pas ne, nuk kanë dhënë kontribut për çështjen tonë kombëtare. Përkundrazi, sot duan të përmyshin edhe luftën nacionale shqiptare, të përmyshin të shmorët edhe të dalit e vendtojnë vetë. Më e bukur është që në këtë gjurëlldi historie po marrin pjesë dhe institucionet tona të sotme, duke filluar nga Akademia e Shkencave ose institutet tjera që merren me historinë. Për shembull, siç tha Neri Tanceka në një emision tek Albanistani i atij gazetarit Muçit, tha që ne po bëjmë disa zotëri janë caktuar, po bëjmë historinë sipas periudhave, klasësisë, kohës mesme, kohës moderne. Dhe siç tha ai, la me kuptu, tha kështu ai, Meritani, ne po bëjmë historinë sot, po e rishkruajmë, po rishkruajmë që të mos ketë debat. Do të thotë, kjo, ai nuk na citoj, nëse kemi po hajde ato libra historie, por fakti tregon se po të bësh një histori pa debat, në këtë situatë që kemi ne, do të thotë që ta ndash përgjysëm, ti nxjerrim gjithë burrat më, edhe bollistët, edhe komunistët, edhe partizanët, edhe legalistët, edhe mercenarët, ti japim nga pak. Lavdi, me qëllim që të mos mërziten, mirë, po kjo nuk është histori, kjo është patricët historisë. Fakti sot që në vendin tonë mungojnë të rritë në aktivitete politike të festave të nëndorit, është fakti që nuk vetë historia luftës, e pavarësisë dhe gjithë rilinës pothuajse kalon për ciptasin në shkolla, duke filluar që nga shkollat e ulta e deri në shkollat e larta. Aq më pak kjo lufta nacionale shqiptare, që librat e tyre janë kthyer në paqavure, në aventura të tjera, duke mos e përsëritur e mos evidentuar historinë e vërtetë të popullit tonë, çka ndikon keq tek brezi i ri. Ne shkojmë në ceremoni me festat nëndorit ose festat tjera, 5 majit e tjera, që lidhen me çështje kombëtare dhe nuk marrim asnjë nxënës shkolle, asnjë fëmijë fillorës, shtatëqarës, as të mesme. Atëherë brezi i ri ku do ta marr edukatën patriotike, as ceremoni nuk i marrim ata përbas. Më keq është sepse ka disa vite, mbi 30 vjet, që po luftohet nga gjitha drejtimet, edhe filmi artistik shqiptar, edhe literatura shqiptare, luftës nacionale shqiptare, dhe është mbushur skema jonë me lakuritësinë e filmave pornografik, e degenerimit, e drogës, e krimit të organizuar, e korrupsionit, dhe detyrimisht nuk ka asnjë shpresë që brezi i ri ta marrë stafetën e revolucionit të luftës nacionale shqiptare dhe të patriotizmit shqiptar e ta çojë përpara drejt zhvillimit të kombit. Po të krahasojmë sot parametrat demokratik, social, ekonomik, tanishme të vitit 2025 janë në nivelin e shumë poshtë nivelit të vitit 1990. Kjo është fatkeqësi, aq më tepër që ne mbrehemi e gatitemi për të hyrë në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian na merr e na pranon në çfarëdo kushte të jetë para sytë e veta, taktike, strategjike, politike që ka sot në rajon, por ne do të metemi gjinin në bisht të karrocës, ngelemi edhe kur të hymë në BE, do të ngelemi ke porta kryesore e sallës së Brukselit me fshes në dorë për të fshi sallën sa po të marrënë mbledhjet. Kjo është situata në vendin tonë dhe kjo është fatkeqësia e intelektualëve tanë që nuk e marrin situatën në dorë dhe lënë akoma në pushtet dy nga partitë më të kalbura nga pikpamja politike, sociale, morale, si që janë Partia Demokratike, që nisi si parti repart naziskin, dhe ashtu do të përnoj, por edhe Partia Socialiste, që e nisi gjoja si vazhdimi Partisë Punës, po të transformu dhe u ba edhe ajo si partia, si motër e Partisë Demokratike. Kjo është situata në vendin tonë, është detyrë e intelektualëve, duke filluar nga shkolla e deri në instancat më të larta të institucioneve të shtetit, të marrin situatën në dorë, nëse ne duam të mos shkojmë drejt shpërbërjes, por drejt konsolidimit si kom, si shtet në rajonin e Ballkanit. Gjatë luftës nacionale shqiptare ka patur edhe nacionalistë, njerëz që kanë qenë patriot, që kanë pas kontribute ndaj çështjes kombëtare, por për mos kuptime, për gabime taktike,
për mos njohet situatës si duhet politiki, kanë gabur, kanë shkarë dhe sot mund të nëmrohen në anën negative të qëndrimit ndaj luftës, ndaj popullit, ndaj kombit. Po sjell si shembull Princ Calin, burrin malsorin e Klimendit. Princ Cali ka qenë njeri patriot, i cili me ato mundësi që ka patur, ka mbrojtur kufirin në zonën e banimit, në zonën e krahinës së tij. Për këtë flet edhe Enver Hoxha në librin Kujtime të rinisë, kur ai e ka njohur Princ Calin në Gjirokastër. Princ Cali ka qenë antizogist, i burgosur nga Ahmet Zogu, dhe Enver Hoxha ka pa. Dhe kishte përshtypjet e mira, dhe këto përshtypjet mira si patriot e si njeri i ka shënuar në librin e tij Kujtime. Sigurisht në 45-ën Princ Cali gaboi. Pse gaboi? Kur partizanët në 45, janar 45-ës kërkoshin për të kaluar në Gjakov për mira shkurt drejt malit, e jo me rakti nga Ulqini ose me shku nga Puka, Princ Cali me fshatarët e Klimendit e qëllun batalionin pa paralemrim, pa kërku të bisedoshin me ta, sepse po vini, po Princ Cali ishte mësuar që mos me njoh asnjë lloj pushtuesi. Ai do ta kuptonte se aty nuk po vishin pushtuesit, po vishin partizanët shqiptarë që kishin liru vendin. Duhet ta dinte ai, mos e dinte ai, duhet ta dinte dikush tjetër, se s'ka gjën gjithë pa shkollë. Kështu që qëllimi që në shtish pa pritur mbi partizanët, aty nuk u vran pak, u vran 28 vetë. Dhe dytërimisht, në situatë luftarake, edhe malsorët do ta dinë. Kanuni i Legduvagjinit, kur është situata luftarake, lejon edhe gjana jashtë rregullave. Kur fillon lufta shamata, edhe më 7 vjeç të vretej tjetri, derisa të vendoset besa rregull. Kjo është përgjegjësia e forcave e vetë fshatarëve të Klimendit, ashtu siç mund të jetë përgjegjësi edhe forcave partizane, të cilët do të kishin qenë pararoj një njeri që të merresh vesh që të mos konfrontosh njërin me tjetrin. Kjo është situata, edhe Princ Cali tash melet për mos kuptim ndoshta, për shumë gjana, për nxitje edhe nga shokët, arriti me forcat e zonës tij të gjakos repartet partizana që kishin shiru vendin, edhe ata ishin shqiptarë, nuk ishin as italian, as gjerman, as fashista, as nazista. Megjithatë, ka të tjerë, edhe të tjerë ka, që kanë kontribuar, po për arsye të ndryshme, rrethana taktike, kanë gabuar, janë kundërvon pushtetit popullor, ose luftës nacionale dhe kanë përfunu, ndoshta pak më tepër se sa duhesh, pa jo nuk ka burr të mas, atë më tepër më pak, kur vriten njerëz e kur është situata luftarake. Dëshmorët e luftës nacionale shqiptare duhen vlerësuar, duhen nderuar nga rinia, nga qytetarët, nga opinioni publik, për vetë rëndësinë që kishte lufta, për vetë rëndësinë që kishte lufta që bën dëshmorët edhe patriotët, si një luftë kundër okupatorit, i cili i dha fund pavarësisë së vendit, edhe përpiqej që të shfrytëzonte vendin me metoda koloniale, të shfrytëzonte hapësirën territoriale në funksion të interesave të tij. Gjithashtu edhe si një luftë së dyti, mund të themi si një luftë që bëri rinia intelektuale dhe shtresa të rëndësishme të shoqërisë shqiptare për demokratizimin e vendit në kuadrin e luftës antifashiste, por edhe për emancipimin shoqëror. Pra kemi parasysh se Shqipëria gjatë kësaj periudhe, pra fillimit viteve 40, ishte një vend me pabarazi të theksuar sociale, me një analfabetizëm të shkallës së lartë, por edhe sidomos me çështjen gjinore, me çështjen e gruas, shtypjen e gruas e tjetër, dhe lëvizja nacionale shqiptare një formë të ngërthej këto elemente. Një numër i madh figurash të cilët u angazhuan jo vetëm luftën kundër okupatorit, por edhe luftën për demokratizimin e vendit, një numër i madh grash dhe vajza shqiptare që u përfshin në luftë, në strukturat partizane, po edhe në format të tjera të aksionit politik edhe kulturor, siç ishte Olga Plumbi për shembull, Sako Qela, Dora Leka etj.
që u angazhuan edhe për këtë aspektin e emancipimit dhe demokratizimit të vendit. Së treti duhet vlerësuar edhe si një luftë që bën dëshmor për karakterin ndërkombëtar të luftës. Lufta që bën shqiptarët u njoh ndërkombëtarisht nga tre fuqitë fituese të luftës. Shqipëria gjithashtu mund të themi që u rendit në shtetet që fituan luftën e dytë botërore, pra në këtë të tre aleatëve të mëdhenj që ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Bashkimi Sovjetik. Për sa i përket rinisë, pastaj sigurisht që ne mund të konstatojmë që rinia, themi, në pjesën dërmuese ose në masën që është evidente, ka një lloj indiferencë ndaj dëshmorëve, jo vetëm të luftës së dytë botërore, por përgjithësi të historisë së Shqipërisë. Dhe kjo lidhet qoftë me faktor kulturor që kanë të bëjnë me elementet e globalizmit në përgjithësi e të format të ndryshme kulturore që ngërthen, por edhe me element të ndryshëm pikpamjeve politike, të origjinave familjare etj, por janë edhe element pastaj për të thonë edhe element strukturor që kanë bënë me sfidat që ka kaluar shoqëria shqiptare gjatë tranzicionit, që kanë bënë me modele të caktuara ekonomiko-shoqërore, probleme ekonomiko-shoqërore të vendit, të cilat rinia shpeshherë për të ngritur në aspektin shoqëror ka qenë detyruar që të gjejë forma të pasurimit të shpejtë, forma të fitimit spekulativ, të alternativave të ndryshme që kanë quar deri edhe në rrugë të krimit etj, dhe që një farë mënyrë ka bërë që të zbehen të rëndësia e idealeve, sakrificave, e kulturës etj, dhe sigurisht që edhe sot edhe është detyrë e institucioneve qoftë arsimore, që është universiteti, por edhe institucioneve tjera administrative që në kuadër edhe të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian edhe sfidave të tjera për demokratizimin që ka vendit që të tejkalohen edhe këto faktor strukturor që bëjnë që rinia shqiptar të ketë një lloj indiferencë ndaj çështjeve të dëshmorëve etj të këtyre ngjarjeve historike, mund të themi. Edhe një pyetje që ja kemi drejtuar të gjithëve, lidhur me qëndrimin që duhet të mbajmë pasi lufta antifashiste nacionale shqiptare kishte edhe lëvizjen e ballit kombëtar legalitetit apo dhe historia e rastit të Prekcalit. Domethënë, për shembull rasti i Prekcalit u vran 37 partizan. Si duhet të trajtohen partizanët ose si duhet të trajtohet Prekcali? Pra kemi dhe në Shkodër pasardhës së ballit kombëtar. Kë duhet të nderojmë? Po. Duhet patur parasysh së pari përtej, sepse gjithmonë përtej mund të themi atyre çësjeve politike që mund të ketë opinioni publik, duhet pas parasysh gjithmonë konteksti historik i kësaj periudhe. Edhe konteksti se si rinia shqiptare u qas në kësaj. Duhet të kemi parasysh se pikërisht në fillimin e viteve 40 Fronti antifashiste dhe Partia Komuniste, për mirë apo për keq, ishte vetmja forcë politike e cila mante një qëndrim të qartë ndaj okupatorit, ndaj pushtuesve të vendit, një qëndrim të qartë për të luftuar, për të u punur përgjigjur drejt për drejt, duke lëshuar thirrje të cilat që ishin për demokratizimin e vendit, për çlimin e vendit, që pastaj përfundon një sistem diktatorial e tjerë, por që ishte vetmja forcë dhe rinia në përgjithësi shkoi drejt kësaj forcës drejt frontit antifashiste, që ishte i vetmi që luftonte fashizmin edhe pushtuesin. Por organizatat e tjera, si ishte organizata e ballit kombëtar, e cila nuk kishte formën e një partie të mirëfillt politike centralizuar, kishte shumë rryma në vetvete, përfshinte element shoqëror të elitës edhe të elitës politike shoqërore të vendit, kishte element brenda ballit që sigurisht e luftonin edhe u përpoqen në momentet caktuara ti kundër vieshin pushtuesit, që ishin Skënder Muço, Snile Penica etj, por në pjesën ndërmuese, sidomos duke filluar nga gjysma e dytë e vitit 43, edhe me tej gjatë pushtimit gjerman, balli kombëtar në fund kaloi në bashkëpunim të plot me pushtuesin. Ndërsa pastaj legalitetit, i cili Abbas Kupi u përfshi fillimisht në frontin antifashist, por për shkak të divergjencave, çështjeve të ndarjes së pushtetit etj,
gradualisht qëndroi indiferent, sidomos gjatë periudhës së pushtimit gjerman. Gjithsesi, këto që themi qoftë ballet kombëtar, po edhe të regjencës e tjerë që bashkëpunuan me pushtuesit, sigurisht që nuk ishin, pothuajse asnjëri nuk ishin fashist ose që ishin nazist, por ishin element pjesë më të madhe liberal ose që i përkisin klasës së vjetër politike, por që nuk majte një pozicion të qartë për t'ju kundërvënë pushtuesit, pra një farë media vetmja që ishte Fronti Antifashist Nacional Shqiptar që ju kundërvu pushtuesit. Edhe prandaj janë ruajtur edhe me vonë ato divergjencat që janë përdorur në periudha më vonshme në lidhje me këtë çështje. Pastaj sigurisht që duhet të ndërrohen edhe të vlerësohen edhe aspekti tjetër, edhe të atyre që gjithsesi pavarësisht se ekziston kjo kontradikta, mund të themi, mes idealeve të dëshmorëve, të luftëtarëve antifashiste e tjerë, të patriotëve për demokratizimin, për emancipimin shoqëror, drejtësinë shoqërore në Shqipëri, ideale të cilat nuk u realizuan, mund të themi, pas luftës, sepse u përfunduam në një sistem diktatorial, edhe duhet vlerësuar edhe figurat që ju kundërvuan pra edhe këtij sistemi diktatorial që u vendos pas lufte, por gjithsesi mund të themi që ato idealet mbesin në fund, idealet e antifashistëve, idealet e dëshmorëve, pavarësisht periudhës së diktaturës apo problemet të ndryshme, mbesin aktuale, problemet e demokratizimit të vendit, të emancipimit shoqëror, mbesin gjithmonë aktuale dhe sfida edhe për shoqërinë e sotme shqiptare. Këto pra ishin dhe opinionet, shpresojmë që të gjithë teleshikuesit e kanë parë pa anshmërinë tonë, fakti që ju jepet mundësia dhe gjitha palëve të japin opinionin e tyre, në një pikë ata bashkohen. Po, duhen vlerësuar dëshmorët, por nuk bashkohen të pika kush janë dëshmorët. Kjo është një pyetje që fjalori i Shqipëris edhe Shqipja e ka përcaktu kush janë dëshmorët. Dhe më thonë janë ato figura, ato emna që kanë dhënë gjithë qka për vazhdimin e ekzistencës të kujt, të popullit tonë, të vendit tonë, të shtetit tonë. Me kujtoj e kam përmend edhe me tjerët, njeriu ma fëdull në thojza. Në Ruzu ka kënë mërëtnesha Elisabet e Englis. Asë një autoritetit botnor nuk jashtë përkull. Ka rujt staturën e komunikimit. Të vetëmve autoritetet që është përkull, si është përkull as paps, as presidentit Amerikës. Ishin veteranët e luftës, ishin dëshmorët e Anglisë. Në teksti ishte i qartë. Keni kënë ju, sakrifica juj, gjaku juj që na jena në këto karrike. Keni kënë ju, sakrifica juj, që ne vazhdojmë ekzistencën e shtetit anglisht, me konceptin e tyne. Deri para viteve 90 dhe ne kështu kemi menduar dhe i kemi vlerësuar dhe të gjithë, ose të paktën familje që kanë pasur një dëshmor në antarët e familjes së tyre, janë krenuar për faktin që kanë pasur një dëshmor. Çfarë ndodhi mbas viteve 90? Pse u zbe roli apo sakrifica e dëshmorëve të Adeut? Po, kjo është një bisedë e gjatë dhe pse zbeh, sepse të nërthurën kanë futi interesa, qartë shqiptare mërand edhe anti-shqiptare, për me sjell problematikat 1944. Kjo përpjekje, kjo kontribut, kjo gjak i derdhën, kjo sakrificë tanë popullit, ka dhënë produktin e vetë historik, ka dhënë ekzistencën e shtetit shqiptar, që mos kishte kënë kjo përpjekje, mos kishte kënë kjo sakrificë, një kjo Shqipni që i gëzojmë sot, 28.000 km², e bardha po e zez, e kuqja po e jeshile, mund të mos kishte kënë, që një kjo sakrificë, që Shqipnia të proj, që kjo sakrificë, që kjo kontribut,
që populli shqiptar u vunë në vazhdën e popujve të emancipumë dhe të përparumë. Pranena është gati e habitshme, si ka mundësi me pas aq vizion një popull as i vogël si që ishim na, një popull i vorfën si që ishim na, një popull që ishte tradhtu nga klasa e vetë politike. E lanin mëshirën e fatit. Një popull që ishte abandonu nga fuqit e mëdha. Lanin mëshirën e të më të mëdhejve, pak sërtësin, pak dignitetin, me u përbalë me superfuqit e kos. Edhe nuk kena sot mënd si kanë 85 vjetë më parë. Ishte një rebus marxisht i zorshëm, si mund t'i del ishte një superfuqie të kos, me i barë rezistencë. E po shqiptarët e pranunen këtë punë. E pranunen edhe u vunen përbalë, edhe qysh 1942. Shqipnia, përpjekja e popullit shqiptar, u evidentu në konferencën e fuqive të mëdha që u mejt në Bashkimin Sovjetik, ku përpjekja shqiptare është pjesë e aleancës të forcave të antifashiste. Edhe u garantu në kësaj përpjekje, u garantu ekzistenca e shtetit shqiptar, ku fuqit e mëdha, e para Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e dyta Bashkimi Sovjetik, garantunen ekzistencën e shtetit shqiptar në kufijt ekzistus. Anglia, Zoti Zamini, që mos hymë shumë në detajet e historisë, le të ndalemi te dëshmorët e Ardeot. Pikërisht kjo, se duhet të kuptohet... E thelbi, e rëndësia e luftës për të kuptuar dëshmorët e luftës. Duhet të kuptohet motivi. Para është përballja. Dëshmorët janë produkti i luftës. Nuk është qëllimi i vërtet i luftës, dëshmori. Ato njerëz që kanë shku me u përballë, ato njerëz në sub koshjencën e tyre kanë pranuar se mund, gjithë secili mund mos u kthehet më. Kemi pasur një rinim më idealiste atëherë se sa sot? Patjetër. Ka kanë një rinim që fara që kishin hedhë rilinja kombëtare. Kishte mjell, po nepte frytet e saj në identitetin e vetë kombëtar. Pse nuk e kemi sot në një rinim idealiste? Po duhet me punu. Si punot? Sepse këto koncepte nuk binë prej qiellit. Duhet me punu, duhet me investu. Nërsa sot, ata që kanë marrë për sipër, përgjegjësi edhe shtetnore, edhe pushtetare, nuk para i kanë në qendër të vëmendjes këto probleme. Merren me interesat ditës e para, e dyta, në qysh në ekzistencë, kanë shtet edhe popull i papranum nga fqinjët. Edhe asnjëherë nuk e kanë nolë luftën mi tokën në tokë për mos pranimin e ekzistencës të popullit edhe të shtetit shqiptar. Një kjo frym vazhdon edhe sot në tokë mi tokë, ku shpeshherë qartëse dhe interesat caktuar bëhen zavantza ose bëjnë punën e këtyre qartëseve. E një ndër këto është me të hup identitetin tonë. Me të hup, se na kena pas karakteristikë. Pra është punuar shumë në këtë drejtim. Edhe punohet për ditë. Edhe punohet çdo ditë. Edhe punohet çdo ditë. Dhe prandaj është ky rezultat. Prandaj është ky rezultat. Që është me Katerinën e Madhe. 1740 është përviju geopolitika ruse. Si kjo pjesë e Ballkanit duhet pa këto njerëz. Edhe është kriju një akademi, Akademia Serbe, 1860, ku detyrë e saj e krijimit ka qenë me i kallëzu format, mjetet, mënyrat, se si ç'duket kjo popullsi nga këtë territor. Pra ne kemi arritur deri në atë pikë sa shqiptarët e duan më Adheun e tyre apo jo? Shqiptarët
E dojnë, nuk e se nuk e dojnë. Pra nuk janë dëmtuar në këto qarqe dhe në Janë dëmtuar, sepse ka valë ngritje e ullje. Na kena histori mi vjeqare, edhe nuk mund të ashdukim ADN-ën e identitetit tonë me 30 vjeç politik. Janë momente të caktume si ka ngritje e ullje, por shqiptarët kanë dhanë prova historike, si kanë rujt idenë dhe identitetin dhe personalitetin e tyne. Unë duha të kthej prapë të rinia, duke qenë se atë kemi në fokus, po rinia vetë. Sepse në mënyrën se si edukojmë ne sot rinin, për të vlerësuar luftën, do e kthej të nesërme në rinia, me qëndrimin e saj. Po, pikërisht edhe të kthej, na kena shtet, kena institucione. Në qafë se për një periudhë, dhe më thonë, ashtë e inercia... Po, institucionet e kanë bërë punë e tyre me rinin? Lajnë për me dëshoru shumë. Për shembull? Për shembull, puna e parë është me respektu historinë e komit tonë. Që do thotë, institucionet nuk e bëjnë këtë? Nuk e bëjnë, nuk e dinë. Po janë ne kemi organizimet e fesave. Po ju jeni të kënaqur me mënyrën se organizohen ato në qytet apo jo? Se rinia këto i shikon? Jo, nuk jena të kënaqur. Na në historinë tonë kombëtare kena prodhu, si Shkodër flas, kena prodhu figura që je shumë idej mu prezentu në botë. Na kena prezentu, na kena dhanë Luiz Gurakuqi, që është një figurë me përmasat Po, janë në mes qytetit ne kemi shtatore në Luiz Gurakuqi. Por asnjëherë nuk janë investu, na kena një universitet si Mon Emnin e ti, që ka katedra historiet, gjuhësiet, letërsiet, të cilat? Ku Luiz Gurakuqi ka kënë kontributor kryesor në ngritjen edhe në funksionin e këtyne... Po, çfarë do të kishin për këta? Po, ata kanë përbërsh, ma e paka punë mirë njohjen. Asnjëherë si a investu, makare me i bëjë përshëndetje. Makare me unal një moment, me gjithë se e ke naftu kështu 35 vjetë, asnjëherë se kanë fut kamen në këpuc, për jashtë vitin e kalumën, që banën një diçka që... Pra këtë janë për universitetin, për angajimet dhe për emnin. Ta justifikoj emrin dhe i Heraldit. Imon emnin. Luiz Gurakuqi është figurë mitike, që pushteti... Kena tjetër Manusha Limoni. Manusha Limoni është një embleme pa imaginume. Gjuha ashtu li të thohet ashtu e kështu, por jeta ati, ideali ti, qëndresa ati për ideal kombëtar është e pa shoqe në Europë. Nuk mund të gjehet. Na e kena pasi bust. Një këtu. Ja kena hek. Me interesa politiket. Edhe është borgji jonë, Shkodra e ka borgj. Aktualisht në Shkodër, ka në një bus që është në gjendje të mirë të dëshmorëve të atë? Lajnë, janë tani kanë shkatërru. Një është pagumë prej. A është restauruar ndonjëri për e tyre me që është shkatëruar, por... Jo, janë shkull në mënyrë të turpshme. Ne i kena qitë, ka kënë një monument për demonstratën e Shkodrës 1942 me 22 shkurt. Është një ngjarje e pashoqe në historinë kombëtare. Janë plagos 26 vetë, nga të cilët 12 kanë kënë vajza dhe gra. Ku është vra edhe dëshmoria dhot Vasokadia. Dokument pronë e shtetit shqiptar, me tapi, me certifikat, është shku natën, edhe është shkull me vinç, pa asë një vendim të Këshillit Bashkiak, pa asë një procedur juridike. Në dokumenta e shtetit
Të mos harrojmë se varrezat e dëshmorëve prej shumë vitesh kanë pasur përballë një depozitim të mbetjes në qytetit. Pikërisht. Që zgjat jashtëzakonisht duke rënë vlera edhe vendi është një sjellje krejtësisht e pa daj e qarqeve të caktuara që punojnë mi tokën në tokë për me shkarravit një këtë pjesë shumë dinjitoze, shumë të lavdishme të historisë të popullit shqiptar. Një këtë pjesë që garantoj ekzistencën e shtetit sot. Një këtë shtet që sot diskutohen kufit shtetnor të shtetit tonë, besoj e dini, që diskutohen kufit e detit, diskutohen kufit jugor, Vorjo e Piri, jena shtet në luft me Grekin. Zoti Zamir, do sill dy opinione që janë në publik. E para, nëse ti respekton dëshmorët e Abdeut, do të thënë dy janë opinionet, ka dhe të tjera, por janë pak të rënda për të thënë, por nëse ti respekton quhesh komunist, dhe varianti i dytë është veteranët janë pjesë e PS-s, kështu që i intereson subjektit për t'i mbajtur afër se i duhen për vota. Peshti këta opinionet janë fjallë pa kuptim. Ba me i thonë komunisht, po qa komunisti? Asë se kanë idenë. Asë se kanë ditë, asë në 42-shin qa komunizmi e komunistët, sa që ishte legendat, qa komunizmi më kena me hangër me lugarit. Kjo ishte, si kur hahet ari, nuk hahet ushqimi. Edhe sepse s'mund të dite, ma atë nivel që ishte. Edhe këtë termë edhe sot e kësaj ditet, nuk ka asnjë mundësi për me u kuptu se qa është komunizmi. Po përmendet si retorik, si injekcion për me i fut të nuk të i gamarit njerëzvet. Edhe mas ata dëshmore kanë dhënë jetën për komunizëm, kush i ka njoftë edhe kanë qenë ilegal komunistët. Identifikoj dhe dëshmorët në fakt, por është mirë që ta ndajmë. Megjithatë më jepni përgjigje për pyetjen e dytë dhe pastaj do kalojmë lidhur me dëshmorët. Më pas kam një pyetje tjetër. Po. Veteranët. Për të dhënë në thojza nga mazhoranca për votat. Është e vërtet kjo apo jo? Unë nuk e di këtë, sepse votat janë pazar. Janë. Janë pazar, qanë jep qatë jep. Po. Se bëhet tanë kjo luft për pushtet. Keni dhënë dhe edhe keni marrë? Si, absolutisht. Në këtë pazar ju vetë keni dhënë, keni marrë? Ja. Asnjë se kena mjellë këtë formë. Na kena mjellë edhe do të mjellin. E do të ujisim, atë bim, atë farë, atë frëm, që ne produkt për vendin tonë, që ne produkt për popullin tonë. Kush e ne për këtë produkt, na do të mështesim. Kush nuk e ne për këtë produkt, na jo vetëm që nuk do të mështesim, por edhe do të demaskojmë. Ndalim pak tek vlerësimi i dëshmorëve të Abdeut. Janë vlerësuar edhe palë të tjera, konfliktuale me partizanët. Janë quajtur të dyja palët dëshmor. Dhe kjo ndoshta ka kriju atë anën konfuze të mënyrës se si njerëzit i gjykojnë dëshmorët e Abdeut. A mendon se në aspektin historik janë bërë hapa të duhur të vlerësimit dhe të palës tjetër apo jo? Këta janë retrushime, ngjarjet kanë ndodhur. Nësë kena kanë, kur kanë ndodhur të ngjarje, as na kanë marrë leje ne. Se si do të ndodhshin këto ngjarje. Ato ngjarje i kanë bërë një gjenerat, që sot e ka mbyll ciklin, edhe ato ngjarje i kanë dhënë produktin. Ka nga ata që i quajnë dëshmorët, ishin të rinj, shkuan mish për tokë. Për të thash është gjuha tullit, po ekzistenca e shtetit që kena sot. Kur 1900
e 44-shin kufijt e shtetit shqiptar nuk do të ishin këta. Po ky produkt. Po kjo Shqipni që ekziston sot. Produkti kujt është? Pra, si bëhen ndeshjet politike për me marrë karrige, edhe sepse kësën është historie si duen kap disa momente, edhe si bëhet lufta politike sot. Du karrige. Por në ekzistencën e Shqipnis ishte një dilem ku 1943 u kriju një Shqipni në thojzën e në kujdesin Gjerman, qeveria Quislinge, që ishte që bate amin në politikën Gjermane, edhe që do t'ishte një fatkeqësi fatale për popullin tonë, mos t'ishte kënë lëvizje nacional shterimtare. Edhe novën gjarjet. Ato bashkun me njënën panë, edhe s'ka novë vetëm në Shqipni, për ka novë në pothuajse tanë vendet europiane ku kishin okupacion, interesat caktume njerëzish edhe grupacionesh. Po, ka nga ata që sot thonë, po sjell opinionin e gjithë teleshikuesve, sepse këto janë biseda që bëhen në qytetin e Shkodrës dhe është mirë që ju t'jepni një përgjigje. Këto janë biseda tavolinash, sidomos kur vijnë festat, këto thekson edhe më shumë. Gjermani ishte kalimci në Shkodër. Pra nuk është se ne kishim një luftë thonë të mirëfillt me ta. Po si e kujtojnë ata luftën me fantazinë e kafes? Po si konceptohet kur Shqipnia 1944 kishte 70.000 ushtarë të rreshtuar në Ushtërinë Nacionale Shërimtare, kjo forcë ushtarake që s'ishte pa më herë në historinë e shtetit shqiptar, për çfarë u kriju? Për me I ba fresk kujt? Ka pas përballje. Në historinë e luftës dytë botërore, sipas dokumentave të Bundeswehrit, kam pa faksimilen, kanë 3.000, gati 3.900 ushtarë Gjerman, të varrosën në Shqipni. A përftërën dhe më thanë për 11 muaj, me varros ushtëria Gjermane 3.900 vetë, qapatën të I kapen smunjet. Qartë. Pra, por në ishim, nësë mund bëjshim luftë si ka ba Rusia, si ka ba Amerika, si ka ba Anglia, na me kaq sa ishim, me kaq takat sa kishim, me kaq resurse që kishim, është e pa përftërume, përballja, përpjekja. Ne kemi të paktën kështu është deklaruar 2 herë nga shteti shqiptar që ne kemi 28.110 shifra e dëshmorëve të ADO, ndërkohë që ish-kryeministri Berisha në një takim ndërkombëtar deklaroi që në Shqipëri nuk janë më shumë se 4.000. A është e dëmshme fakti që ne paraqitemi një herë me 28.000 dhe pastaj paraqitemi me 4.000? Kjo është e turpshme. Është e turpshme. Me u marrë me kontributin e popullit tonë. Me u bën qefin kujshive. Po kjo është një deklaratë e ish-kryeministrit. Pikërisht, po ish-kryeministrit. Ish-kryeministri ka bëj turp me këtë punë. Shqiptarët s'kanë ba përballje. Kur tjerë që s'kanë ba përballje, I kanë rritë shifrat e I kanë me prodhu produkt. Na kena produktin edhe qohna për me varros. Edhe kena ba me shumë gjana, jo vetëm me dëshmort. Na kena shumë gjarje që na kena shkatru Shqipni. Një 18 vjeçar gjimnazist maturant po na ndjek. Edhe me siguria I pyet, a mund të ti një histori? Të ndonjë dëshmori. Po? A mund të ke modele? Sepse përgjithsisht kjo mosh frymëzohet nga modelet e tilla. Që s'ka modele. Ka modele A mund të ndonjë histori apo ngjarje për çfarë dëshmorësh? Kryesisht jam të Shkodrës. Që mund të referohet jo vetëm atij maturantit 18 vjeçarit, por që e prezanton modelin tanë Evropën me dinjitet pa imagjinum. Një histori, nëse Një histori. Na kena dëshmorët e Shkodrës, tërë herojët e Shkodrës. Na kena herojët e Vigut,
thohet tur lilloj muhabetesh kanë dalë sot. Mirë po për nerin e tyne, edhe për nerin e popullit shqiptar, ata kanë lënë një letër të shkruar me 10 rashta. Ta lexojnë sot. Edhe ta vënë gishtin në kokë ai, sepse sot mos 80 sa viteve, kur e lexon, çohen qimet e kokës përpjet. Edhe pyetja është, si ka mundësi që ky popull ka si vogël me pjellë të tilla figura dinjitoze? Ta lexojnë ai këtë letër. Edhe ta lajnë retoriken, po të gjykojnë ato 10 rashta. A mund t'i përmblidhni ato 10 reshta? T'ja tregojmë atij 18 vjeçar se thot do më marr kodër sa të gjatë. Ati 18 vjeçarit ju thojnë shok në ena të rrethum, edhe presim nga moment me na përshku plumat e të rrethtarëve. Për na e kena dhanë besën me dek si me le, sepse dhe ngjarja është dorëzonju. Edhe në kundërshtim me tanë traditën edhe rregullat zakonore të shtetit shqiptar, edhe në falë të shtetit të popullit shqiptar, udhëtarë në rrugë, që kishin marrë mision, që mos fillojnë luftë vllavrase, sepse kishte filluar ofensiven me hyrje përplasje si që ishin interesat e caktuara të qarqeve që ishin zyrtarë të kohës. Shqipnisë të asaj kohët që mbështeteshin edhe ishin sejmen të shtetit gjerman. Edhe ju thojnë atyne, na pushk të parë nuk qesin, sepse s'kena dalë për me ba pushk me shqiptarë, por hek në mëndsh, se sa mund na thejnë e mund na përdhononi. Edhe prita citën të partë për me javë zgjosu, edhe këto qëndruan deri në momentin e fundit me dinjitet. Edhe miru pashim në Shqipni të lirë. Në fakt, dinjiteti tyre është në përkëmbur pas viteve 90. Ata shumë herë janë shpërngulur. Ja vetëm janë shpërngulur, po janë tentu me i thy. Janë tentu me i përdhonu. Ato kanë emna krenaria e Shkodrës të Kos, ishin personalitete jo të vogla, ishte sakrificë, vishin nga një kontribut kombëtar, Naim Gjilbegu, ishte djali vetëm, nipi i kryetarit të parë të bashkisë Shkodrës, që ka qu flamurin. Ishte nipi i Ismail Gjilbegut, i varur nga Ahmet Zogu. Ishte i nipi Beqir Gjilbegut, i dënuar me rrarje nga Ahmet Zogu. Ishin familje shumë e pasën, e kamën. Edhe pranun me i lanë tana, për herë të dignitetit kombëtar, për herë të shtetit shqiptar, për rinjëritje. Që Ahmet Haxhia, personalitet për kohën e tij, ishin figura jo të vogla, që Mocmazi. Edhe simbolika është angjiz, ambrum kohezioni shqiptar. Një prej Milotit, një prej Lezhet, një fshatar, një punëtor, një bej, një personalitete që në momentet caktume dhanë një kohezion, një kontribut, një dignitet që ishte pa, dhe më thanë, kena Manusha Limonin, që kushdo popull në botë, ta kishte që në resen e ti, mund t'i thoi 124, mirë po kalon edhe i 10 rashta. Janë ba torturat nga shefi Gestapos Hausding, nëren ma makaber, nëren ma barbare. Edhe e kanë ndërzu shqiptarët. Gjandarmaria e kos autoriteteve gjermane. Edhe letra e tij është e pashoqe, e shkruar me gjak trupit. Pak para vdekjes, edhe zjani mënyrë ja përcjell
një shqiptare letër që ekziston edhe sot në muze, e shkruan me gjakun e trupit. Ta gjajnë një shembull, me një optimizëm të paimagjinumën, me një idealizëm për ekzistencën e shtetit edhe të popullit tonë. Kena shembuj pa fund. Po që a janë shkruar këto histori? A janë shkruar? Po si dhe bie këto libra me dorë të rinis për t'i lexuar? Ka plot ka. Na kena prish monumentin e përftoroni do t'ju nisjes për në kampin e përqendrimit në Prishtinë. 426 vetë janë nisë për i ditë nga Shkodra të ish fabrika vaj sapunit. Ka kënë monumenti edhe lapidari. Si i kanë ndërzu autoritetet kolaboracioniste shqiptare, Gjermanëve, janë nisë për i ditë. A mund të imaginojsh një qytet si Shkodra që kishte 25.000 apo 30.000 banor me nisë 426 vetë në kampe qëfar ose jetë, qëfar dignitetit e qëfar karenarijet me bajt, me suportu këtë edhe ko, nuk janë këthuj 104 për e tyne, edhe të tjerë që janë përcjellë në kampet e tjera të përqendrimit. E një këtë popull, nuk i mjaftojnë për me i konceptu, janë për masa kështu gadi mitike. Po, Zoti Zamir, ju sa i treguat këto histori këtu, kam përshtypjen që edhe në aktivitetet të tjera ku ju ka thirrur, edhe i keni treguar. Më bëri përshtypje kur mësuesja e historisë së 28 nëntorit tha që për 3 vite gjimnaz, lufta antifashiste nacionale shërimtare trajtohej vetëm me një faqe gjysmë. Po, kësë në thame na. Si do e bugohet të rinja? Për këtë punë duhet investu. Edhe duhet investu... Çfarë konkretisht? Urna? Çfarë duhet bërë konkretisht? Në programet në historisë kombëtare. Historia kombëtare është histori kombëtare. Po, a mendoni se edhe vetë institucionet që fusin programe të tilla në shkolla janë atë dilemën ashtu si që ishin në dileme dhe vetë opinionet që ne kemi marrë kur thonë ju a lëm në dorë historianëve. Nuk e kuptoj shprehjen ju a lëm në dorë historianëve. Cilët historianë sepse kam përshtypjen se shumë kush është futur si historian dhe është bërë një shumë i madh. Kjo është sepse nuk konceptohet të shteti. Shteti ka stën bën institucionet. Shteti bën institucionet kur ka probleme, ka dilema, jo jep institucioneve specifike për me dhanë përgjigje racionale ose përgjigje të vërteta. Akademit kanë këtë punë. Po shteti është ai që miraton programet mos i morën në shkollë. Pse ka frikë shteti kur ka institucione për këtë? Ta marroj asnjëherë. Shteti, do të thonë, nuk e koncepton si duhet këtë punë. Kanë 30 vjet. Cila data të çlirimit? A 28-a, a 29-a? Ajo u kthy tani në një farsë, edhe turp. Kur ti nuk e din, ke një akademi që e ketë ngritur me rroga, ato ta diskutojnë. Edhe të japin një përgjigje shtetëruse institucionet shtetit siç është parlamenti. Edhe parlamenti e vendos me ligj. Po, shteti e zauron punën. Me që jemi të data, shteti përgjithsisht që ka lënë të dyja datat. 28-29, por bashkit ndër vite, kanë luajtur me data, kanë vendosur të dyja, pa koncept. Dhe tani nuk vendosim asnjëherë nga Afrika, që di kanë mirë me gjitha palët. Po, kjo është për me vu pushtetin, një shtetin. Edhe unë kam pas bëj debat disa herë me autoritetet lokale, kur në kushtetut u pranohet data 29 nëntor si data e çlirimit, edhe autoritetet zyrtare e quajshin data e pushtimit edhe nuk e njihshin datën. Autoriteti i pushtetit. Edhe u shprehte publikisht zyrtari i shtetit shqiptar, si unë se ven kanar këtë punë, edhe unë e urrej. Ti mund ta nuk detyron kush, as me e vun kanar, as me e hek prej kanarit. Po e ke detyrim ligjor. Në karrigen ku je, ti do të zbatojsh ligjin, do të zbatojsh procedurën.
nuk dënë për me e zbatu, mund dorëzojsh qilëqin, edhe unë nuk jam për këtë punë, nuk në zbatoj ligjin. Po, shteti është treguar I dobët pastaj? Shteti nuk e vën përpara përgjegjësisë zyrtarin e vet. Pse nuk e bën? Po sepse si ka punë të mirë vet, me lënë për me dëshiru shumë në këto pika. Edhe kemi shtet në apo jo? Në shtet kena. Kemi shtet. Nuk kena pa shtet, por... Mos është shtet pazaresh? Po, edhe kjo punë është, sepse në të aspirat që pretendohet, jena shumë lërk. Jena shumë lërk. Në modelin e shtetit, në nërtimin e shtetit, edhe që aja që është ma kryesore, në dhanjen llogari. Në dhanjen llogari. Edhe ajo që është ma kryesore, se në vim nga një trashëgimi e pakëndshme otomane, që vazhdojmë për me e pas edhe sot, në s'kena të nërtumun mekanizma, që ai që merr përsipër vendimmarrje, që edhe mund të gabojnë, kajherë edhe gabojnë shumë, edhe na kena përjetu gabimet e vendimmarrësave tonë, nuk kena mekanizm, po I qojnë gjanat deri në fund, deri në shkatërim. Është deformuar identiteti kombëtar deri në atë pikë sa nuk shpëtohet? Shumë është deformuar, jo, nuk është, unë s'jam me atë që gjithmonë ky vend, ky popull ka pjell, edhe do të pjellin figura që I kanë bërë ner edhe popullit, edhe kanë bërë aspirat. Na kena Fishten, për shembull. Qartë. Fishta... Ju përmendet një figurë që është para... Fishta që lanë sa kohë në heshtje. Gjatë 35 viteve, dakor, gjatë 35 viteve. Çfarë ka pjellur ky vend? Gjatë 35 viteve, amulli. Na kena prodhu me... Ka shpresë se mund të dalë një fisht? Po, fisht. I 2026, për shembull. Po, do të ngjarjet kanë vlerën në kohë. Do të vinë momentet caktuar me pjellin figura na kena pjell si popull, edhe këto 30 vjet. Na kena pjell Luksin Hotin. Na kena pjell Recep Qosin. Na kena pjell Ismail Kadaren. Na kena pjell Arber Xhaferin. Janë iluministat shqiptarizmës, edhe që kanë dhanë programe edhe doktrina të ekzistencës tonë kombëtare. Nuk është se s'kena pjellë, por a kena synë balë me pa, a kena mënë në kokë për me I vlerësu, a kena njëj për me I respektu. Sepse të I respektu ato, në respektojmë vetë vetën. Po, në vendin fqinj, jemi drejt fundit të bisedës, në vendin fqinj, kur janë festat kombëtare, çdo Ballkan, pra në Greqi, kanë qenë emigrante për disa vite aty, pothuajse një pjesë e konsiderueshme e familjeve greke në Ballkan vendosin flamurin. Ndërsa ne tregojmë simbolin e Shqipërisë kur jemi në stadium. Ka rëndësi për këtë vend 28 apo 29? Ka shumë rëndësi, por sepse bartin... Apo janë vetëm në kuadrin e ceremonisë zyrtare Jo, është ka detyrim të bëjë diçka të përcjellë kronikat televizive. Popullata është domosdoshmëri edhe zyrtarizmo. Është domosdoshmëri. Po popullata vetë. Por edhe të I kanë, dhe më thonë, kjo injektohet, sepse historia nuk është 20 vjetë, 10 vjetë, 20 vjetë, 30 vjetë. Historia për në rrënjos një identitetit duhen breza. Duhen breza. Duhet sakrificë. Paktën këto dekada. Edhe ta nuk e din, edhe nuk e theksohet, se I ky flamur, që kena, që bartim sot, është flamuri që është gati 600 vjeçar, që janë 5 shtete në botë, që kanë
emblem, simbol, që nuk e kanë nëshu. Flamuri jonë është i pensti në historinë e botës, i trashëgumi pa ndryshuar. Pra, një e kalume që e mbartë sot. Edhe që është një emblem që të bënë karenar. Një urim për të gjithë shqiptarët që janë duke ndjekur, dhe jo vetëm në Shkodër. Atje ku shikohemi dhe përmes rrjeteve sociale, 28 nëntor, çfarë do t'ju uroni shqiptarëve në fund bisedës sonë? Unë 28 nëntori është një datë e madhe e historisë tonë kombëtare, ku ka sankcionu ajo ngritja e flamurit, sepse nuk është ngrit për herë të parë me 28 nëntor. Flamuri është ngrit për herë të parë në Deqiq, 1911, nga Dexho Luli edhe Luiz Gurakuqi, është ngrit në Shkup nga Hasan Prishtina, që ky flamur u base bep për me fillu lufta ballkanike, edhe që është sankcionu me 28 nëntor, 912 për shqiptarët, po i pa pranum nga kujshit edhe nga fuqit e mëdha. Sankcionimi është banë konferencën e ambasadorëve 1913, edhe që është fillesa e parë e shtetit shqiptar. Që e ngritën pa pjesëmarrjen e shqiptarëve, i përjashtonin në edhe paradhena një ky 28 nëntor është një ditë e madhe, është një ditë simbol e të gjithë shqiptarëve, është festa flamurit edhe është festa shqiptarëve, nuk është... Data 29 është po ka që rëndësishme? Edhe data 29 është po ka që rëndësishme, sepse është sankcionimi i Shqipnisë të retë, kësaj Shqipnie që kene sot. Se Shqipnia në rrugtimin 110 vjeçarë që ka, 113 vjeçarë, 6 herë është dhunë tavolinat e botës ato që e kanë kriju, tjetë apo të mos jetë. Shqipnia ka 3 herë është zhduk nga harta geopolitike. është zhduk 1915, Shqipnia 2 të fillon 1920 me edhe Shqipnia 3 është zhduk 1939, edhe Shqipnia që kena dhe sot, e bardhe e kuqe, jeshile apo pluhe, apo nuk po di që me i thanë, por një ky territor 28.000 kilometër, është i garantu nga 29 nëntori. Shqipnia që fitimtare, në sajet kësaj luftë. Zoti Zamir, unë ju falenderoj shumë për të bisedë, për shtrirjen që ajo mori, duke pasur si synim kryesor rinin. Ndoshta në fund patriotizmi është çështje edukimi dhe nuk mjafton një emision për të shtypur një buton dhe papritur në të rinj të shohim duke bërë omazhet e vallarezëve të dëshmorëve. Por, mund të themi dhe këtë, duke marrë shkas nga ajo një faqe gjysmë që ishte lufta antifashiste nacional shënjtare në librat e historisë. Jeni goxha të rritur, ashtu siç lundroni në rrjetet sociale tashmë dhe nuk po them që në TikTok të gjeni informacionin e duhur, por ka shumë website, botime të ndryshme, libra, ku ju mund të marrni një qëndrim kritik dhe të filloni dhe të interesoni ju vetë në mënyrë autodidakte, sepse po pritëm historianët, se jam mbetur kjo fraza e përhershme të presim historianët për të përcaktuar ata vlerësimit të tyre, rinia juaj ikët, pa e marrë këtë formin dhe këtë edukim që është më se nevojshme, që e kanë të gjitha vendet e botës dhe që i respektojnë, i vlerësojnë dëshmorët e atëdheut. Më falë, do të bëj një retrospektiv, më falë 2 minuta vetëm. Po, ndoshta nga qemi në fund edhe minutët. Në rinin teme kur ishim në shkollë, në gjimnaz, ishim në të periudhën që filloi revolucionarizimi i shkollës. Edhe kishim një mësues që për mua ka qenë shumë i respektuar. Ka vetëm mësuesin. Edhe më ka fut në gjak historinë e popullit, edhe ishte që kishin fillu me dalë të fletë rofete, mardhanjet mësus në zanës, i kishin luaj beqim paritetit që s'funksionën në koncept të shkolla kja punë. Fazat janë të ndame.
Edhe u banë në sa jeti lama e historisë, lama ma e zorshme në gimnazin 29 apo 28 në Nori. Edhe në Xhanxit fillun me reagu, a ka bava ki si historia me u ba lama ma e zorshme. Ma e vështirë, me ja kalu për matematikës. Po. Edhe thiri drejtori, që kanë në Xhanxat kanë shpreh kështu opinione për këtë punë. E kam si sot përgjigjen e ti. Unë një përgjegjësi për para komit shoku drejtor, mos më ju mësu mirë historinë e popullit shqiptar. E kam edhe sot në vesh. Pra du t'jetë mësuesi i përgjegjshëm, Po që jep lëndën, ta doj lëndën dhe para se gjithashtu mësuesi vetë duhet jetë duhet me patriot. kenë misionar. Misionar, po, është shumë e saktë. Duhet me kenë misionar. Që thirrja vlen edhe për gjithë arsimtarët që japin lëndën e historisë. Po, tjetër. Mos jenë vetëm thjesht të merret droga dhe të çojë të shtëpia, por ta keni pasion, historia është. Në histori, domethënë ti je misionar, veçanërisht për atë pjesën tonë që thotë historinë e popullit tonë. Qartë. Faleminderit, falenderoj të gjithë teleshikuesit që na kanë ndjekur. Në ritransmetimin e emisionit do të kenë mundësi ta ndjekin ditën e shtunë në orën 15:30, edhe një herë nga studioja e emisionit Arëm Shkodre, gëzuar 28 dhe 29 nëntorin. Natën e mirë.